Rreth orës së 9 së hënës, shërbimet e komisariatit të policisë Puk gjatë kontrollit në territorit në fshatin Orosh Fusharrës kanë konstatuar një person i cili sapo ka pasur shërbim të policisë është larguar me shpejtësi duke u futur në një banesë të braktisur pranë shtetasit PC. Shërbimet e policisë kanë bërë thirrje që dilte nga banesa, por personi nuk i është bindur thirrjes së policisë dhe ka kërcënuar punonjësit e policisë. Ndodhen në këtë situatë bazuar në informacionet e siguruar me parë për rrezikshmërinë e këtij personi. Shërbimet e policisë rrethuan banesën dhe kërkuan ndërhyrjen e forcave policore të specializuara me qëllim sigurimin e jetës së punonjësve të policisë. Në vendngjarje shkuan forcë speciale Renea, të cilat morën në kontroll perimetrin e jashtëm të banesës, që mbajnë nga forcat e komisariatit të policisë Puk dhe forca shqiponja DVP Shkodër. Në momentin që forcat speciale Renea i kanë bërë thirrje personit nga banesa, nga brenda banesës është qelluar marrëngjarje në drejtim të forcës speciale Renea. Pas 12 orësh në rrethim ku forcat speciale Renea u bën thirrje të vazhdueshme për të dorëzuar pa mundësisë për të larguar nga rrethimi dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, të cilët luajtën një rol të rëndësishëm në finalizimin e operacionit pa përdorur forcë dhe pa shkaktuar dëmtime, të dy personat që ndodheshin në brendësi të banesës u dorëzuan. Në momentin e vetëdorëzimit, shtetazi Erzen Uka kishte një dëmtim të shpuës në kofshën e gjatë, i cili menjëherë transportuar me ambulancë për në spitalin Al Shkodër dhe ndodhi jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 4 armë zjarri automatik dhe një armë zjarri pistolet, një flamë organizatës terroriste Shteti Islamik ISIS i vendosur në faqen e murit, ndërmjet armëve të lartë përmendura, 17 copë granata dorë defensive, municion luftarak, kapsulla detonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarr përcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plase dhe 2 gëzhoja. Në përfundim të veprimit të parahetimore, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve Erzen Uka 35 vjeç, lindur në Gjorm Kurbin, i dënuar për veprim penale nxitja e urrëties dhe grindjeve. Julian Cumraku, 34 vjeç, lindur në Puk, i dënuar për veprim penale vjedhje dhe kanonzje. Materialet përshtyrjale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të rritjes të përgjithshëm Shkodër për veprime të ishme për veprim penale, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryen e veprave me qëllime terroriste, prodhimi armëve luftarake, kundërshtimi punonjësve të policisë në publik, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit.